Gjysmëfinalja e dytë e Kupës së Shqipërisë në futsal që përfillohet në qytetin e Shkodrës ishte ajo në mes ekipit Flamurtari dhe Tiranës. Fiton Flamurtari me merit 7-2. Me trajnerin e ekipit të Flamurtarit Mario Carlos. Profesor, një ndeshje interesante, ishte një super ndeshje, duhet ta theksojmë, fituat me merit. Urime. Megjithmonë ishte një ndeshje e cila dhuroi shumë emocione, si ndaj sportdashtit që ndoqën që ishin shumë në Pallatin e Sportit Gjatin Dervishi, si nga dhe lojtarët dhe nga dhe si trajner. Gjithsesi luani me një ekip që kishte në gjirin e tij rreth 5 lojtarë të ekipit kombëtar, 2 ishin lojtarë kosovar, brazilian, ishte një super kombëtare. Gjithsesi kjo është një ndeshje e cila tregoi që ekipi jonë është pretendent, por jo vetëm për të Kupën Shqipërisë, por për kampionatin kombëtar. Kemi djem të mrekullueshëm. Kemi një mbështetje nga klubi Sports Flamurtari, nga bashkia dhe presim që ne të çojmë këtë kupë në Vlorë dhe kampionatin në Vlorë. Fitore merituar e Flamurtarit, po kush fikati më tepër në radhën e skuadrës tuaj? Dua të t'i përshëndes dhe t'i përgëzoj të gjithë lojtarët e ekipit. Nuk di këtë të veçoj më shumë, ishin të gjithë duke ardhur që nga më i riu Clark Kalus dhe deri tek Bote Terani, i cili është Spadi Qopeka, i cili nga lojtarët më të mirë në këtë ndeshje. Vllaznia Shkodrës eliminoi ekipin Jata nga Atrociteti duke mundur 15-4. Flamurtari i mundi dhe eliminoi Tiranën. Tashmë finalja Vllaznia Flamurtari ditën e martën në këtë pallat sporti Gjatin Dervishi. I uroj sukses ekipit të Vllaznisë për fitoren sot ndaj ekipit Jata. Do jetë një ndeshje e cila do dhuroj domethënë emocion, sepse janë të dyja ekipet nga më të mirat në këtë kampionat, janë ekipe rivale, ekipe që futbollin e kanë në ADN-n e tyre, gjithsesi ne kemi ardhur për të fituar dhe në Shkodër. E thatë me herët pra që objektivi juaj është fitimi i trofeut, pse jo edhe i kampionatit, por përballë keni një Vllazni kampionin fuqi, e cila në ndeshjen e parë performoi mirë dhe është përforcuar dhe me element të ri. Gjithsesi çdo ekip i hyn për fitore, ne do hyjmë për fitore dhe dy ta fitojmë këtë finale sepse rami një ekip super ekip. Gjithsesi ekipin e Vllaznisë e njoh shumë mirë, e njoh përbërjen e tij dhe do të jetë një ndeshje e para fair play dhe dy ta udhëroj spektakël. Profesor, urime për fitoren dhe suksesin finale. Faleminderit.